A duhet të iki edhe unë? Çdo ditë shoh dike që largohet. Një mik, një kushëri, një fqinj. Ikën në heshtje, me një valixhe plot shpresë dhe një zemër që nuk e di nëse po bën gjën e duhur. Dhe pas çdo largimi, një pyetje më sillet në mendje. A duhet të iki edhe unë? Nuk është thjesht dëshira për një jetë më të mirë. Është lodhja nga pritja, është pasiguria, është ndjesia se sado që të mundohesh, këtu duket sikur asgjë nuk ecën përpara. Por pastaj kujtoj vendin tim, rrugët ku jam rritur, njerëzit që flasin si unë, dritaret e mëngjeseve që hapen me zhurmën e jetës së zakonshme. Dhe them, a ka ende arsye për të qëndruar? Të qëndrosh kërkon guxim, të ikësh kërkon guxim, por ndonjëherë ajo që kërkon më shumë forcë është të besosh se diçka mund të ndryshojë. Këtu, me duart tona, me fjalët tona, me durimin ton, nuk kam përgjigje të prerë, por kam një pyetje që nuk më ndahet. A duhet të iki edhe unë, apo të përpiqem të ndërtoj këtu, edhe kur duket e kotë?